Miq prizmës. I ngarkuari nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës për ambasador në Republikën e Shqipërisë, generali Went, doli para Senatit, sepse sigurisht të gjithë ata që emërohen ambasador dalin në komisionin e posaçëm të Senatit të Kongresit Amerikan. Merren pyetje dhe pastaj votohet në atë komision. Nëse do t'jetë apo nuk do t'jetë. Praktikisht për generalin Went në përgjithësi është një klimë e mirë, besimi aty, sepse ai është një nga kontribuesit, është kontribuenti i madh i Amerikës, është një person i cili ka qenë forca speciale, ka qenë një pedagog, pasi ka dalë edhe në pension, ka punuar në generalin Went në Afganistan kanë qenë forcat shqiptare, ai i ka pasur në brigadën e tij, kanë vepruar në komandën e tij dhe i njeh shumë mirë. Njeh shefet e shtabit të Shqipërisë, njeh kryeministrat, njeh nuk e di shumë njerëz të cilët kanë të lidhje me ushtrinë, por njeh edhe politikën shqiptare. U vonua sepse të gjithë ambasadorët e Shtetit Bashkuar të Amerikës duhet të mësojnë shqip. Edhe generali Went sigurisht do të ketë mësuar disa fjalë s'paku të kuptojë shqipen, ata duhen patjetër që ta kuptojnë shqipen. Dhe sqarimet në përgjithësi, dhe dy pikat kryesore ishin mbështetja e madhe për SPAK, lufta kundër krimit organizuar, avancimin e Shqipërisë në misinë me Shtetet Bashkuar të Amerikës, mbrojtjen e interesave të Amerikës që përkohen me interesat e Shqipërisë. Dhe njëkohësisht një farë mënyre paralajmëroi edhe një reagim në ambasadën amerikane për ta bërë të më të efektshme. Edhe kjo përkon edhe me atë nderin që kishin bërë disa punojësve, të cilët do të largohen nga ambasada amerikane, punojës shqiptar për të marrë të tjerët. Me sa duket, do të ndrohet stili në punën e ambasadës amerikane. Sigurisht atë e pyetën pastaj, bile një prej senatorëve atje i thanë ti do futesh në klubin e gjatëve. Kishin fjalën për Ramën. Po ju edhe ju jeni gjatë, kështu që jeni të mirë pritur. E pyetën për investimet ushtarake, po themi, të NATO-s edhe Shtetet Bashkuar të Amerikës. I dha një goditje përfundimtare edhe opozitës edhe Sali Berishës për atë që po ndërtohet në Porto Palermo, Porto Romano, dhe njëkohësisht interesave që ka, që për do të shofta edhe për punën do të shohim rregullsinë, pastaj puna e biznesit e din. Paralajmëroj që ambasadori amerikan nuk tifu si hundët të vënë pa vend në shtetin shqiptar, po aty ku ka interesa Amerika, sigurisht që ka për të futur në mënyrë koekzistente. Praktikisht do të kemi një person i cili e njeh shumë mirë situatën, është Peco Grosso, sepse sigurisht është një nga njerëzit e nderuar Shtetet Bashkuar të Amerikës, generalit i çohen kam aty, e respektojnë. Është person i cili persona të tillë konsiderohen në pension, konsiderohen me shumë vlera. Dhe pikërisht ai sillet ambasador. Sigurisht që u tha aty, bile përmendën senatorët aty që pavarësisht se ke fjala e Went, integrimi nuk është se u përmend në gjë, pa vetëm interesat e Amerikës, dhe ky është dyshimi i madh me ambasadorët e tjerë, thjesht interesat e Amerikës, ngushtësisht interesat e Amerikës, por u shtua disa herë fjala që përkohen me interesat e Shqipërisë. Dhe kjo është shumë interesante. Tashti kush është tjetra? Tjetra është se u tha atje në Senat që sigurisht integrimi i Shqipërisë në Evropë. Ata nuk mund të shprehen dot pavarësisht nëse politika administratës Trump ka qef apo nuk ka qef, ato marrëdhënie do të vazhdojnë. Pra do kemi në një farë mënyrë një ambasador ndryshe. Kush ndryshe? Thjesht nga administrata Trump. Administrata Trump solli edhe Yuri Kim. Apo mënyra shikimi i administratës Trump, sidomos në 4 vjetësin e dytë. Dhe unë kam këtë parasysh kur them ndryshim. Pra do të jenë ngushtësisht në interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës kudo në Shqipëri.
ata e din edhe këtë që ka luajtur një farë mënyrë, njohin edhe opozitën, e din se kush është Sali Berisha dhe Edi Rama, i kanë të qarta këto punë sepse aty i kanë. Ideja është se kush janë këto shikime të reja që ka administrata Trump për geopolitikën, këtu të shikë, ky është. Por ka një gjë. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do heqin kur dorë nga mesdheu. Ata duan ta zotrojnë dhe pika më e rëndësishme tani për tani, përveç disa pikave tjera, por që hynë brenda Otrantos që kontrollon dhe Adriatikun, është Shqipëria. Jo vetëm që është Shqipëria, partner fantastik janë edhe italian, por janë në vete. Pra, mbetet Shqipëria. Janë miq edhe me grekët, po mbetet Shqipëria, po e përsëris edhe një herë. Pra, kemi të bëjmë me një vend i cili do të vazhdojë të përkthehet për nga interesi i përbashkët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe prandaj kanë sjellë edhe një general. Dhe prandaj administrata Trump, State Departamenti, zoti Rubio, po sidomos zoti Trump, pra presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka ngul që të vinë një general si generali vet, i cili e njeh shqiptarët, ka punuar me shqiptarët, di interesat dhe njëkohësisht i beson pikërisht beson në këtë doktrinë dhe në këtë strategji zhvilluese për mi Shqipërinë në interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Mos harroni atë asnjëherë, America first, ajo është e para. Por, në qoftë se Shqipërisi konvenon, thonë Kosovë, pra, në qoftë se Shqipërisi i leverdis, që të shkojë mrapa këtyre interesave dhe që sigurisht i leverdis, patjetër që do të ishte mirë që këto interesa mos të devijohen asnjëherë, as bëhet fjalë se mund të trahtohen. Interesat tilla vetëm mirë i bëjnë Shqipërisë, i shtojnë sigurinë, i shtojnë prosperitetin. Nuk i heqin në një krenari kombëtare, amerikanët nuk ta heqin kur krenarin kombëtare. Amerikanët ta lejojnë ta çosh flamurin edhe në shtetin e tyre, masi ke çuar flamurin amerikan. E çon kudo, edhe në shtëpi tonë, e çon flamurin. Çon flamurin amerikan dhe flamurin e kombit tonë. Pra, nuk janë kundra interesave, janë pro interesave. Dhe ky është shteti demokratik amerikan. Këtë mbajeni mend këtë që ju thash, se nuk e bëjnë shtetet e tjera. Vinë me policë dhe ta heqin. Ndërsa në Amerikë jo, në Amerikë ta respektojnë ndjesinë kombëtare tënde. Dhe ne kemi gjithmonë leverdi që të jemi pro interesave të Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse mbrojnë interesat e kombit shqiptar. Dakor, miqtë e mi?